Të dashur shqiptar, historia e Shqipërisë është historia e luftës së yjeve. Po përse do thoni ju është historia e luftës së yjeve? Sepse e gjithë historia jon është ndërtuar mbi mite, legjenda, ilire. Dhe një nga mitet më të bukura është miti i Harmonias, e cila martohet me Kadmusin dhe ata shkojnë në Iliri dhe bëhen etnogjeneza e ilirëve, gjyshërve tanë. Unë kam shpjeguar në filma të tjerë çfarë do thot Harmonia dhe do ta shikojmë edhe një herë sot, sepse sot do bindeni përfundimisht se çfarë janë fiset ilire, si u krijuan emrat e këtyre fiseve ilire. Është një histori e jashtëzakonshme, është historia e luftës së yjeve që është zhvilluar në Shqipëri. Është histori e vërtetë. Të dashur shqiptar, poetja e shquar shqiptare, Lulieta Leshanaku, ka deklaruar që ajo si e persekutuar e cila punonte në gazetën e regjimit komunist Zëri i Rinis, me kryeredaktor burrin e saj Lazar Stani, kur morën vesh për demonstratat e dhjetorit, u aratisën nga Tirana, po e nga mori vesh një persekutuar politike që do ndodhnin trazira në Tiranë, nga e dinte ajo që sigurimi i shtetit kishte bërë plane për të masakruar studentët. Do me thënë mua, studentin e dhjetorit. Unë nuk dija gjë, po ta dija unë që do masakroheshim. Nuk e besoj se do dilja në demonstrat. Por unë kujtova se veprimi im dhe i kolegëve të mi do ngrinte popullin në këmbë. Por nuk ma merrte mendja kur që regjimi do qëllonte mbi njerëzit më të zgjuar të kombit, mbi studentët. Mirë, po Lulieta e dinte. Pra ka qenë një rastësi që sigurimi i shtetit nuk qëlloi mbi studentët. Tani, do ta keni parasysh që duhej një guxim shumë i madh të dilje në demonstrat kundër regjimit komunist. Tani, të gjithë janë bërë demokrat, kuptohet, por atëhere të ishe demokrat do thojë të ishe shumë i guximshëm. Në këtë moment që të gjithë shqiptarët mendojnë që janë pellazg, që do thot Helen, duhet një guxim akoma më i madh që t'ju thuash shqiptarëve të vërtetën mbi perëndit ilire, perëndia Harmonia dhe perëndia Kadmos. Pra ta shikojmë dhe një herë krimin e kësaj perëndia, është vërtet shqiptare apo jo? Të dashur shqiptar, ky është fjalori juve indo-europiane që unë botova falas në internet. Dhe në këtë fjalor, siç e shikoni, fjala Harmonia është një fjalë greke, në greqishtën e sotme kjo është armonia. Ka kuptimin harmonia e të gjitha elementeve helen në botën ilire. Pra bota ilire ishte botë helene dhe kemi në shqip fjalën harmonizo. Vjen nga greqishtja, ka kuptimin që janë të përkryera me njëra tjetrën, të lidhura elementet. Kemi fjalën harmos, në greqishtën e sotme është armos, ka kuptimin gjymtyr. Kemi harma, në greqishtën e sotme arma, dhe ka kuptimin pikërisht karo, e përdor kjo fjalë në gjuhën e Homerit, dhe në fakt fjala harmonia ka të njëjtën origjinë si fjala Homeros. Fjala Homeros unë e kam përkthyer me kuptimin bes, dhe grekët nuk e din. Homeros do thot bes. Por besa e atij që jep pengje kur përfundonte betejë, në mënyrë për të siguruar që pala kundërshtare do e mbante fjalën, do t'i jepje pengje, dhe fjala Homeros do thot edhe peng, unë kam gjetur një kuptim tjetër, do thot dhe burr i lidhur me gruan. Kuptimi i fjalës Homeros i verbër ka lindur nga kuptimi i njeriut që është i lidhur në mënyrë kaq besnike sa që të ndjek mbas gjithmonë në verbëri të plot. Është një metaforë. Pra Homeri nuk ka qenë i verbër, është metaforë e krijuar nga poetët helen, mirë po ne nuk dim greqisht
dhe nuk e kuptojmë që fjala Homeros do të thot ai që është i lidhur me ty për jetë, ai që të ka dhënë besën. Tani do të tregoj unë, kur është fjala Homeros, do të habitani komplet, do mbeteni pa mend, dhe i kam gjetur pra të gjitha kuptimet e fjalës Homeros, ja ku e keni. Fjala Homeros ka kuptimin pikërisht besë. Besa që jepet palës kundërshtare kur e humb betejën dhe i jep pengje. Ka dhe kuptimin e burrit në disa dialekte helene, të atij që është i lidhur me ty për jetë, ka dhe kuptimin atij që të vjen mbas gjithmonë si një i verbër. Pra si një i verbër, mori kuptimin i verbër. Homeri s'ka qenë i verbër. Dhe Homerët kanë qenë rapsod, nga e dim në këtë, nga fjala helene, Homereo, do të thotë të takohesh dhe të krijosh një lloj besimi, do të thënë feje. Homereo do të thotë të krijosh një fe të fshehtë. Dhe kjo doli gjatë regjistrimit të filmit. Nuk më kishte shkuar ndërmend më përpara. Pra feja Homerëve ishte një fe e fshehtë, një lloj si feja kristiane, siç lindi në mënyrë të fshehtë. Kjo është feja e grekërve jonik në Azinë e vogël, të dashur shqiptar. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore dhe perëndia kryesore e Homerëve është harmonia. Ajo që harmonizon çdo gjë, është ajo që harmonizon elementet e një poeme, e një rapsodie. Ka dhe kuptimin diçka e kënaqshme. Është origjina e fjalës kënaq dikë në gjuhën greke, aresi. Mu aresi në gjuhën greke më pëlqen, kanë të njëjtën origjinë si fjala Homereo, do të thënë takohen bashk. Më pëlqen dikush, e bëj dhe burr. Pra lidhem për jetë me të. E shikoni pra që edhe fjala harmonia dhe Homeros kanë të njëjtën origjinë, është origjinë greke. Pra këto zotat i lire që kanë zota greke dhe unë kam kurajon e studentit të dhjetorit t'ju them shqiptarve se në Shqipëri të gjitha fiset i lire ishin fise helene dhe këtë ju nuk e keni ditur kur, pra dhe unë kam kurajon dhe guximin që t'ju them një gjë të tillë që nuk ekziston pra populli shqiptar në të kaluarën. E kuptuat apo jo që nuk ka shqiptar, ka grek dhe ilir grek gjithashtu. Në gadishullin e Iliris, pjesa veriore ishin grekët e veriut, iliristi, dhe në pjesën e jugut ishin helenët. E kuptoni apo jo, i gjithë gadishulli ilirik ka qenë i pushtuar nga fiset greke dhe këtë e ka siguruar Plini i Vjetër, duke thënë që të gjitha fiset ilire në Italinë e Jugut që ka erdhën nga Iliria, fiset japyge, mesape, flisnin dialektin grajan në kallëzore, që do të thotë dialekti i grekërve, graikos. Graja ishte gjithashtu perëndia Demeter, e cila thinjet gjatë dimrit, bëhet gri kur vajza e saj rëmbehet nga perëndia e nëndeshme Hades. Edhe fjala Albanoi, do thot toka e bardhë gjatë dimrit, është fjalë greke, nuk është fjalë shqiptare, dhe fjala Arbresh është ajo që ne kemi trashëguar nga emri Helen në Albanopolis, në zgërdesh të dashur ilir. Të dashur shqiptar, amerikanët, studiuesit anglez, studiuesit francez dhe gjerman, kanë bërë hartën e plot e fiseve të para ilire, si që shikoni në monitor. Ky është fisi i autariatëve dhe e kam gjetur ka kuptimin vullnetarët në gjuhën greke nga fjala autar, vullnetar. E kuptoni apo jo që të gjitha fiset ilire ishin fise greke dhe fisi i autariatëve është në Kroaci dhe në Serbi. Pra, në pjesët më veriore të Iliris,
kemi fise greke, nuk ka fise shqiptare. Të shikojmë një fis tjetër. Kemi fisin hirastamanoi, vjen nga kuptimi i fjalës i shenjtë në gjuhën greke. Kemi bylinët. Në gjuhën greke kemi dy variante. Në malin e zi kemi boulinoi, po shqiptorisht e byllinoi, dhe nga fiset spartane në byllis, kjo u bë në byllinoi. Pra u kthye në u dhe pastaj në y në gjuhën greke. Pra byllis është pikërisht qyteti i grekërve Byllin dhe fjala boule do të thot dëshira e Apollos. Fjalë për fjalë është dhe origjina e senatit grek në fisin Byllin. Byllinët kishin një senat prej 500 senatorësh, emri i të cilëve pra ka kuptimin dëshira e Apollos. Dhe fisi Byllinoi vjen pikërisht nga qyteti i Nikajas. Nikaja është qyteti i fitores, qyteti i perëndis Nike, është perëndi greke. Tani, Neritan Ceka thot që këto janë emra shqiptar. Më thoni mua, ç'kuptim ka Byllinoi në gjuhën shqipe? Sepse në gjuhën greke do thot dëshira e Apollos. Në gjuhën arvanitase kjo është vuleja jote, pra bëja është bërë vë në gjuhën arvanitase, është origjina e fjalës vullnet në shqip. Nuk e shikoni se sa turp që ne i kemi marrë fjalët nga gjuha greke, pra poshtë fisit Byllinoi, që është edhe në malin e zi, por edhe në Byllis, në Shqipërinë e Jugut, qyteti Gjoja që ka zbuluar Hasan Ceka, por në fakt këtë qytet e kanë zbuluar arkeologët francezë në vitin 1904, Byllis. Edhe fisin Byllinoi e kanë zbuluar francezët, që në periudhën e Bonapartit kanë nisur këto zbulime të dashur shqiptar. Dhe ai Bonaparti vendosi të krijojë pikërisht Ilirinë dhe e dinte shumë mirë që ishin grek Bonaparti të dashur shqiptar. Edhe Franca e sotme do që t'ja jap të gjithë Shqipërinë, Malin e Zi, Kosovën dhe Maqedoninë do që t'ja japi Greqisë dhe kështu ka për të ndodhur. Do ta shikoni. Pastaj kemi fisin ilir Hylioi, që vjen nga fjala hyllos, do thot gjarpër i ujit në gjuhën greke. Kemi fiset të tjera greke, Nestioi, Manioi, Daursoi. Tani fisi që unë kam zbuluar epokal është fisi Rizon. Ky zbulimi im as kurse ka ditur që Rizon është numri shumës i fjalës Riza, i thonë rënjës në greqisht. Pra, qytetet ilire dalin në numrin shumës gjinore sepse ishin bashkësi. Fjala bashkësi në gjuhën greke do të thot koinon. Do kam zbuluar 40 koino në Iliri deri tani, qytete në numrin shumës. Pra romakët kanë luftuar me grek dhe jo me shqiptar të dashur Pellazg. Bouthe ose Boutheo ishte emri një qyteti në Egjipt që pikërisht Maqedonët vendosën ta ndërtojnë si qytet motër në Malin e Zi. Është Budva e sotme. Është emër egjiptian që e kanë sjell grekët si emër, sepse ishte emër i një qyteti shumë të famshëm në Egjipt, të pushtuar nga Maqedonët grek, pra nuk ishin shqiptar dhe as slav. Dhe Maqedonët grek kanë vënë emrin Budva në maqedonisht dhe në gjuhë slave, por vjen nga greqishtja Bouthoe dhe është qyteti Bute, qytet egjiptian, pra është emër semit
Dhe grekët kishin një zakon të krijonin qytete motra. Pra, emri i qytetit Budva në Malnezi është qytet motër, i zbuluar nga unë, kuptohet, me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Ky qytet është në Egjipt, të dashur shqiptar. Shkodra është koinon, skodrinon, koineoja e Shkodrave është qytet grek. Dhe e gjithë Iliria ishte pushtuar nga fisi Enkelei në shekullin e 8 para erës sonë. Pra nuk ka patur qytete shqiptare, të gjitha qytetet e lashta të para kanë qenë greke dhe këto qytete janë më të lashta se sa qytetet e gjetura në gadishullin e Italisë. Pra, qytetërimi më i vjetër në Europë është qytetërimi helen, ilir, grek, jo shqiptar. E kam gjetur fisin ilir Abroj, do ta shikoni në filma të tjerë. Jokli e nxjerr me fjalën i fuqishëm, por në fakt vjen nga fjala elegant, abros në greqisht. Abroj do thot elegantët, të bukurit në gjuhën greke. Pra nuk ka emra shqiptar. Lisos, shqiptarët kujtoni se vjen nga latinishtja lisus, por lisos do thot shkëmbi lëmuar, ishte një gur i kushtuar Apollos. Gur i lëmuar, guri i diellit. Ka që shenjtë ishte Apollos, sa që nuk përmende emri i tij, përmende vetëm emri i gurit të Apollos. Fisi i lir Taulanti vjen nga fjala greke taulas, do të thot tryezë, të dashur shqiptar, zbulimi im. Emri i liçenit Lychnidos vjen nga fjala lychnos, do të thot që shkëlqen, e bardhë në gjuhën greke. Siç e shikoni, byllinët pra e kanë origjinën e tyre tek Byllinoi, siç e pat më sipër, në malin e zi. Amantia është zbulimi im, ka kuptimin një njeri që nuk bën dot parashikime mashtrues, si zonja Kocaqi, të dashur shqiptar. Ajo është banore e Amantias e vërtetë, që ju thot që jeni pellazgë, por të gjitha këta emra ishin grek. Këtu nuk ishte shqiptar në Shqipëri, të dashur shqiptar, dhe grekët duan ta marrin të gjithë Shqipërinë. Orikos vjen nga orikium, që do të thotë rini e përjetshme në greqisht, të dashur shqiptar. Sason vjen nga fjala gur në gjuhën latine, saso i thon gurit, shkëmbit, nuk është fjalë shqipe. Fjala Dardanoi, Helenë thon ose vjen nga fjala darda blet, ose vjen nga fjala mut, sepse sipas grekërve, porta e Dardanit është porta nga hyn Akejt dhe pushtuan Trojën, ishte porta fatkeqëse, porta të gjitha të këqijave, porta e mutit, dhe nuk ka lidhje me fjalën dardë, të dashur shqiptar. Pra, asnjë emër i lasht përfshi dhe ardioi në të majtë, në gjuhën helene kjo ishte vardioi. Ne duam ta nxjerrim nga fjala e bardhë, por nuk dihet me saktësi se çfarë kuptimi ka, por ishte emër helen, jo emër shqiptar. Nuk ka asnjë emër të vetëm, absolutisht asnjë fis të lashtë. Fiset origjinale të Shqipërisë dhe të Malit të Zi janë fise greke, të gjitha. Dhe në fakt, në Dardani është gjetur amfora me alfabetin më të lashtë të Korintit në shekullin e 8 para erës sonë. Pra, ilirët Dardan flisnin greqisht, të dashur shqiptar. Emri i qytetit kryesor në Dardani ka qenë Damastion, që në gjuhën greke do thot zbutës. Pra nuk lidhet fare me gjuhën shqipe. Pra, do të kesh një guxim titani që kam unë,
që t'ju them shqiptarve se për fat keq Shqipëria është një shprehje gjeografike greke. Është shprehje gjeografike, është e vërtet, këtë që kanë thënë perëndimorët, po kanë pasur ndërmend jo shprehje gjeografike shqiptare, por greke. E kuptoni apo jo në tekstin e fjalës shprehje gjeografike? Të gjitha këto shprehje gjeografike enkelei, fisi më i madh i lirë, do të thot ngjalat në gjuhën greke. Të dashur shqiptar dhe të gjithë ata që kanë vënë emrin enkeli me hidën se janë çamo i lirë, janë drilon, sepse lumi më i bukur në Shqipëri ka kuptimin organ i fryrë, jo i zakonshëm, po i fryrë, gati për të shfryrë, organ helen. Dhe ne përdorim si emër dhe për krahinën e drilonit. Pra, unë vi nga Penestia. Penesteia ishte dibra të dashur shqiptar, por unë nuk jam penest. Unë kam kuptuar që dibranët ishin penest. Në këtë moment që po bëjmë këtë film, kryetari i arkeologjisë, drejtori i Institutit Arkeologjisë në Shqipëri është nga Dibra dhe ai thotë që Penestia është fisi më i madh i ilirëve. Kjo vjen nga fjala penes, i varfër në greqisht. Pra, siç e kuptuat, Shqipëria, Arbëria është një shprehje gjeografike greke dhe vetëm një student i dhjetorit ju a thot të vërtetën në sy. Vetëm një trim i pamposhtur ju thot të vërtetën, të dashur i lirë, të dashur drilonas, të dashur labiatan. Këto janë emrat që ju kanë vënë juve grekët, si që vjen emra drerve, si që vjen emra bletëve, sepse bleta vetë nuk mund të shpiki emrin e saj. Në gjuhën e bletëve ekziston vetëm një tingull.